gjallë. Ylli ka putur nga qelli. Tjetër, lutem hape pa kamerën, përshëndetje mi mbrëma, se ti je miku im edhe unë dua të të përshëndes kështu sy. O, s'ma dzirë komen, to pse s'ma dzirë komen? Po ja, ta nisun kërkesën, o, ti pranoje. Pa, tash i doli. Keqen sa Unë duhe nusën nga ti, Do i nusë nga mua? Pa, jo ti, po një nusët ma gjesh ti. Jo mua. Jo ti, ja, ti të kemi shkuse, da kemi thënë. Jam shkusja unë, po. Ja, nuk vlen, nuk pranoj. Sepse nuk fole akoma qa flokësh do të me I pas nusja. Prit, se e pyte, prit. Prit, vash. Qa pas këti qëtë, Më zdojnë. Të të bëjasë nga flokët e kërka shefti. Ja. Njani ashtu dojgjë. Nga flokët u dojgjë njëri. Ore, ti beqare jeti? Unë beqare. Ha. Lajke, I lutem. Që së nuk e beqare shko, më zdira ty. Dojnë beqare të unë. Ore. Luanesha, je beqare? Unë nuk do të ndaj qifte, do të ndaj... Foli mor vla, foli. Unë se kuptoj. Që dërë nga I burti? Oje? Ha, më që kërkon? Ha me të ka t'ja nisim. Na këmët. Riurta jo uruar. Nisë në këmët e përfundoha në koka. O, Matja, a ban kjo, a ban ashtë e mirë? Ashtë e mi shejtan. Shi. Pa nga afer Pjetër Pale, disu Në pa vendosën, për shëpëndaj. është e pa vendosur shejtani, është e pa vendosur. Po si të vendosur me ta. Pyet një shoku im pyet, a ke pension ti Pjetër? I kam gjitha I kam. Ore, a ke pension, se për gjitha po të shohim ne, mashallah. Ja, pension s'kam. Një sekund, se do flasur, një sekund, të lutem. Se unë citove shumë, prit, një sekund. Pjetër Pali, ti të gjitha I ke në rregull? Pa. Gjithë në formë. Të tëra? Oha. Jo, fare. Nga janë, mësë jam në rregull. Me vizita, me dokumenta I ke çdo gjë okej, janë? Oha, në formë fare, top fare. Mati, 7:30 Mati, subito. 7:30. Cercali 7:30 subito. Nuk marrë vesh unë Luanesha italisht. Zotrin e kemi mirëditore dhe nuk di unë. Se qarë ti flet në dialekt, ande nga zona jotë, unë se marrë. Vase nga zona ime ashtë edhe kjo, po hec. Unë nga zona jote? Ç'na bëre o ç'na bëre? Po e gjete Pjetër Pali, nga është Luanesha, e ka të shkruar dhe. Po jo, se kam të shkruar. Nise, nga është Luanesha si pas teje? Po që ka po bëjmë Nga Shkodë. Shkodrani. Ha. Kapi, Luanesh. Po e qatë Po bësh? Luanesh. Letës unë të letëzej mësy, po gjabë tashi. Atë bëj as bëj. A pëse qesh një? Bravo, Pjetër Pali. Spak, të bëj së bëj. Kur të në të gjera rreth s'po merret vesh që ku do të dalë. Atë bën as bën. Nga lushtja është Luanesha, do të marja. Ma le nga lushtja, po le. Pria Pjetër Pali, se kështu duan. Kam disa kushte, më sarove. Pjetër Pali, ai me vërtet je mirëditor? Po. Unë I kam alergji mirëditor. Lutem shumë Matit, lutem kanë alergji nga mirëditor. Alergji, nuk e di ti?
Po mirë këto, gjithë nuk ban dal nga live-i. Alergjika Flasim dhe të lidhemi. të dalon. Ja, shiko këtu, shiko. Tani këtu Luanesha nuk foli mirë zoti Pjetër Pal, ë? I bie që ta nxjerrim jashtë. Jashtë. Po nuk po dal flasi. Nuk do flasi plus nuk foli mirë, tha i kam alergji mirëditorët. A kupton? Tani të duket foli ta që ti zgjidhe ti tani, ta mbajmë ata nxjerrim. Agapi mu Sokano. Nuk dish që për grishisht harrova. Mirë. Ma ti dish që për grishisht. Unë di, po, qarë do bësh me Luanesha thoja vetë? Gjao, Luanesha, në që se di se të bëj, edhe unë do të rrim, shaqin që të blem, do blem me provë, se për pa provë do gjani. Ama, pa provë, si thoti, pa provë merë shaqini. Me provë. O ty të provofte mira, Jarabel. O ti mos preqe. Mati, bravo ti, Mati, zë, po qatë pas ka gjetë sonë të ty, Mati? Mi gjumë, dua të bashkoj qifte sonde unë. Bostoni të... Mati, do kostumin, do i përptim kostumin. Dua kostumin, unë dua këpucët të strafin. Të bën Luanesha as të bën? Mu më banë, dhe tash më banë. Ty të bën ty e të Do bëjmë provën, do bëjmë provën vetëm thamë. Se ndështë del Bostoni bardh. Do bësh ty e shejtan sa të provër. Del Bostoni bardh, me di. Deli bardh. Uri që ke shejtan fare, qa prove do bësh ti? Gruaja, ti sa një gomar, kjo sa unë këm, ti do... Qa prove do bësh ti? Po si për dali shaqini bardh nuk hajet ai. Ore do të nëzirë për jashtë, aro ki zotë Pjetër Palër, do të të fol mirë, ore. Fol mirë, s'do ngelesh pa grua, ore, fol mirë. O mati, më gjatë. Po sikur dali shaqini, të dali, do në thikën e madhë, thashtë më tjeti shaqini madhë, dhe nuk e pra thika e vogël. Kush e ti? Nuk e ti si ka kërkesët edhe kjo. Zjedhje tyre. Ti, zoti Pali, ke ndonjë dhes? Ja, fare. Alkohol, drog, bigjot? Alkohol, as bigjaz, po ne janë, ato që po ne nuk lujnë bigjaz si rregull. As alkohol, as bigjaz, as duhan, as i gjë. Vetëm buk edhe qef, më pëlqen. Të pëlqen buka edhe qefi? Po. Kur themi qef, janë muzikat, për të kaluar mirë, për të raktu, për shëtit, për dalë shku në ekskursione, këta, më pëlqen. Super. Bashkëshortja jote si duhet jetë? Flokzes apo bjonde? E sinqert. Nga flok do shafën, nga flok do shaf. Sinceriteti, tjetë e mirë, respektueshme, edukat, tjetë e sjellshme, të japi atë që i japin tjertë. Çfarë shenje jep, Pjetër Pali? Unë e peshorja. Je peshorja? Po. Ti e di që peshorja ka një tabiat shumë të rëndë, që kur bie në dashuri, do me thënë bie me gjithë qizme. Ofa, po për ne pra po kërkëm. Përse dorim tona? O, sa më pëlqen ku japën, ofa. Ky është një defekt i peshores, do me thënë që dashuron marrësisht kur do një grua apo një mashkull, do me thënë. Sidomos mashkull i peshore është shumë i dashur në dashuri. Pa. Sigurisht. Pa. Pastaj do të thotë ajo çka kërkon nga unë, unë të kërkoj kryesore. Do të bëj një pyetje të thatë, janë gjërat të tua personale. Vendimin që u ndate, more ti apo e mori zonja? Po prishë marrëdhëniet, atëherë e morën të dy. U prishë marrëdhëniet. Mjafton mos ketë sinqeritet, pastaj i ftofën gjitha. Është e vërtetë. Po edhe puna që drejt aty sa që nuk mund ditë për para ma. Më falë sepse erdhe në Mikesha dhe po i përshëndesja, po? Erdhë puna dresa nuk kishim, po ta marrëm këtë shpesh, nuk kishim fytyrë për të dalë për para ma, nga gabimet edhe më mirë ndarja se sa këtë më shpi.
Tani kthehemi tek zonja e dytë që do vi në krahët e tua. Po. Dihet që edhe ajo ka një të kaluar, edhe ajo është e ndarë sepse pak a shumë nuk ka shqiptare të pamartuara, në moshë 40-45 janë të gjitha atë që ti do gjesh sigurisht e ndarë, por sigurisht edhe me fëmijë. Po. Ka dhe arsye, mund të kenë Më falë, se nuk të ndoqja mirë, përsërit e disa gabime. Çfarë gabimesh kur po flisjem para? Plot, tradhi kryesorja. Tradhi nuk e fal. Unë e kam falë. E ke fal? Po. Për hir të fëmijëve. Për hir të fëmijëve. E ke fal. Vese dashuria humbi. Do me thënë ti e fale, po dashuria vash avash humbi. Jo vash avash, por shpejt, si s'ka kuptim më dashuria. Tradhia e dashuria do bëjnë bashkë. Ai që do e merren do të jetë besnike gjithnjë kur ja jep edhe bashorti, patjetër. Nëse bashorti shkon në mand tjetër, atëherë edhe ajo të shkojë, s'bëhet fjalë. Por nëse bashorti është në rregull ose bashortja njëra parë është në rregull, edhe tjetra thënë do të thotë se është me problem. Edhe nuk shkon, nuk mund të shkojë, do mund të vazhdoj gjatë. Apo sa shu. Do me thënë ti për ajë të fëmijëve se kisha fëmijë të vegjël e fale. Po. Me pasaj nuk I doli kjo falja jote. Se nuk e ndava, po jo se fala se bënë mirë. Nuk e mirë të vakur. Vesë të thjesht nuk e ndava. Nuk e ndave, po marrëdhënie pastaj në krevat kishit prapa, po Ja. e preve dhe marrëdhënie. S'kishte kuptim më tash, ç't presit, me zërt, marrëdhënia bëhet me dashuri, nuk bëhet me zër. Bëhet me dashuri. Nga një herë ma lezetin në gjën artificiale se sa krevat me gruan. Kur vjen puna drejtje. Apo ja. Po. Qa burri, rrini ju zgërdini dhomët, Shkon, burr serioz. Tamam. Do me thënë thot, e fala që të ishim në një shtëpi për fëmijët, por jo më në krevat me të. Pastaj Petër Pali zgjedhja që të largoheshit ishte e të dyve, që të largoheshit njëre, mirë se I cili kishte jetën e vet. Po, s'kishte kuptim, po. Me mirë kuptim, e u largum, mundësisht I dhash edhe makinën për të bajt materiale që do të t'i merte. I dhe makinën tënde, Po. që karikoj gjithë plaçkën dhe e çoi te shtëpia e dytë. Po. Po pastaj ta dha makinën apo e mbajti? E dha, po që do bëtë makinën, e dha makinën, po në makinë time I ka bajt. Do me thënë ti the na dhe makinën, meri dhe plaçka dhe ku marrosh punë asil mrapsh. Po. Kishte pse do të zihemi, do të grihemi, do të sherrri. Pse të plasë sherrri? S'kishte si plasë sherrri. Petër Pala, jo punonte zonja juaj, ish zonja juaj në kohën e saj? Po. Kështu që nuk I dhe dhe lek me vete. Kishte lek. Kishte lek. Po. Kishte lek. Por nga ekonomia kontributi ishte imi. Si ishte një femër që punoi, sa të punoi. Petër Pali, di pse po japi këto pyetje, sepse po japi këto pyetje që të dëgjojnë shumë burra shqiptar, që nëse një lidhje, një marrëdhënie nuk shkon më, duke qenë se është nëna e fëmijëve, edhe ta përcillni deri te shtëpia tjetër ku ajo do shkojë të rri vetëm. Edhe nuk ka asnjë gjë në moment që mbaron çdo gjë, një femër ka të drejtë të thotë, unë nuk dua të rri më me ty, mbaroi, nuk ke pse I vë thikën në gryk, nuk ke pse në gryk. Nuk ke pse e vret, nuk ke pse e ofendon, mbaroi dhe pik, nuk fiton asnjë gjë. Në moment që femra ka thënë stop, unë do iki, ka marrë fund. Prandaj, mësojeni mirë, sa zotri është treguar ky Petër Pali, e fala për fëmijë tha, po jo të flija më me të. Ka ndoj në shtëpi sa I ka dalë shefi asaj, pa krijuar probleme, dhe kur ka qenë ajo e sigurt ka ikur.
ka ikur dhe i ka dhënë dhe makinën që ka transportuar komplet plaçkën. Pra, po flasim për nënën e fëmijëve. Është një gjë e përjetshme, jo ta vrasësh, sido që edhe sot e kësaj dite nuk ka marrë asnjë ofendim nga unë. asnjëherë se ke ofenduar. Ja. As se kam shajt, as se kam ofendu, veç se çdo gjë ka mbaruar me neve, mes nesh, edhe kaq. Kemi bën ndarjen, kemi bën edhe ndarje tjetër, çështje pasurish aq sa kishim. Edhe prap ka marrë pjesën e vet, që i takonte, që i ka dhënë shteti, Gjigji, edhe çdo gjë fond vet, pa prish, pa zën, pa grin, pa s'ka arsye. I fjalë keq që nxjerr nga goja ime, pavarësisht se bëjmë edhe shaka këtu, po tash i flas seriozisht. I fjalë keq që nxjerr nga goja ime on, ma keq ka mund se sa ajo, ose tjetër kur të tjetë. Sepse fjala e rëndë është unë ti mos ta dëgjosh, por e kam shpirt brenda, kjo është problem. Edhe mirë është nxjerrë fjalë të mira, të japim dashuri çdo njeriu, mos është të japim edhe të keqit dashuri, pse jo? Njërë të vështirë, njërë se edhe do të jetë i mirë, po s'ka mundësi, pra dashuria është pa lek, edhe është e nevojshme për gjithë njerëzit. Flas dashuria shpirtërore tash. Prandaj kur do që tash nda, ti lej urrëtiet, ti lej gridjet, ti lej hasmëritë, ti lej sepse janë të dëmshme për të dyja palët. Sidomos kur ka fëmijë në mes. E sidomos kur ka fëmijë në mes, zbat fjalë. Se me gjitha i paguajnë fëmijët, se fëmijët nuk din ka t'ja mbajnë pastaj. Edhe punoni, dashuri me punën, dashuri me shefin, edhe unë kur ndava, kisha shumë stres, thëmë drejt, sepse nuk është e kollaj. Mado që ti u përmbajtje, mos ta ofendoje, të sillesh e prap gojëmbël me të, sepse ishte nëna e fëmijëve, prap ti ishe i lënduar shpirtërisht, sigurisht që ishe i lënduar. Nuk bat fjalë. Kalove një moment të vështirë edhe ti, pavarësisht se i mbajnë të gjitha nga brenda. Nështë s'ka lënë gur pa lëviz për të pa keq muhe. Është edhe kjo. Po prapë se kam ofendu. Prapë se kam ofendu edhe shumë mirë kam bërë besej, sepse sot jam i lundër vetë, jam në rrugë, i dirë, i qetë, pa pas, unë kam vënë e grusë të më derë shpis, s'kam frikë mi dhe për para. Asë atje s'ku kujtë, asë njeriu. Sepse unë shoh vetëm qa bajon, jo qa flasin tjerët apo qa bëjnë tjerë. Unë shoh vetëm ti me hetë si kujdeshëm një jetë vetë. Do me thonë, ti vetëm një herë e fale atë, apo edhe 2 edhe 3 sepse herën e parë mendove se çdo gjë do kthehej në normalitet? Ja, unë disha se s'kthehet më në normalitet. Që herën e parë që zbulove? Nuk kthehet më në normalitet sepse po bëre gabimin e parë, e bëre të dytën, sepse e bëri gabimin se nuk kishte arsye për ta bërë, se jo as nuk kishte gjetë në njëri mua, as do kishte dyshim tonë se shkoj në njëri me femër. Pra, në dita e se unë përre gjithë ditën unë përre shumë bërë, tash e kam ullë se du ta ullë vetë. Edhe në ndarë kishë më shpi për natë, nuk shkoshem për lokalit natë, kështë gjanë, s'kishte telefonata me femëra, kështë gjanë, nuk kishte dyshime këtë unë. Edhe njëri që të tratën, kur ka dyshim, kur njëri pasër veti, nuk ka ca mërë shpres, nuk ka shmërë shpres të njëri. Sa vjet kishit në momentin që ti e zbulove, sa vjet kishit kaluar mbas kurrizit të martes, fejes, fëmijë të tëra? Një 7-8 vjet. Vetëm 7-8 vjet? Si, mbas kujtjes... Në dita që more vesh që ka ndodhur kjo, puna jote si e more vesh, sa vjet e kishin kaluar që ju ishit bashkë? Po, është pra 7-8 vjet. Pra fëmijët i kishit dhe shumë të vegjël? Jo, nuk ishën vegjël, ishën për jashtë, jo dhe ashtë. Për shumë, fëmija i madhe ishte ke 17 vjeçët, 17 vjeçët diçka tillë. Më falë tani, ju ishit 7 vjet bashkë dhe fëmija i madhe ishte 17 vjeç, nuk lidhen në llogari. Si dhe llogari se ai ishte në shkollë në parë, merreshim me sporte, me zona. I kishim përkushtuar më shumë fëmijëve për të qenë për sporte, për
kështu më fjalë edhe për shkollë patjetër se po. Nuk ka u keq kuptuan Pjetër Pal. Do me thënë kjo, ti po më thua që kjo gjë ka ndodhur para 7 vjetësh. Po. Po, Po them që kur ndodhi, sa vjet kishit martesë ju, sa vjet e kishit kaluar bashk? Gja, dyshime kishte me kohë. Dyshime kisha me kohë, po s'kisha fakte. Ah, Pastaj faktet dojnë pas 7 vjeç. Pas 7 vjeç. do me thënë djali i madh kur ti e ke marrë vesh ishte 17 vjeç. Po. Pra i bie 17 vjet martesë, 18 vjet martesë. Po. 18 vjet martesë, po. 18 vjet martesë. Po. Dhe ti dyshimet i kishe akoma më përpara, por nuk kishe fakte. Ja kishe thënë, ja kishe shprehur apo e mbaje nga brenda? E mbaja, dosha të mbledh fakte, dosha mos ta kuptoje se di gjon. Dosha mos ta kuptoje se kam marrë vesh gjon, sepse do rute. Është thjesht e vëzhgosha, lusha rolin e, po ta themi kështu në mënyrë banale, budallajt, sikur s'kuptoj gjë, sikur s'shef gjë, në hapur. Edhe ajo u duk sikur s'kuptoj gjë, thash, sot do marrë vesh gjë, pastaj ja puna e kapa dhe çan këtë gjë, thash. Tha, s'kam çfarë më i bë, tha. Kjo ishte Si s'ka që i bë? Po, si s'ka që i bë, më thash. Po, është vështirë, më thash me hik, thash, qoftë edhe me apelit polici, sikur ishte vërtet ashtu. Po me hik, me marrë ka shtëpia jote, pak thjesht, gjatë thjesht. E kaq, më fjalë kot, sa me njek ma gjatë, pastaj, thash, vetëm i thash, top të kesh, thash. Edhe kaq se mbillëm. Pastaj, Kur thua kape faktet, po thua që kape mesazhe, jo të dy personat bashk. 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 Bashk, jo në krevat, po mjafton që të puthesh me njëri në dëshirën të dyve, pastaj besoj se mjafton. Ku është të puth me tjetër. E zeza... Pas ke kaluar të zezën e ullirit o Mavri? Edhe aty e lash pastaj, në fjalë lash, vetëm i thash trop kesh, thash shumë kesh thash për ke bo, edhe atëherë uftofat, pastaj nuk kam marrë më me ta. Nuk e interesova më për ta fare, them drejt. Ishte jashtë hasë të rrisit të kalamaj, të japi më hangër, të laje shpinë, pastaj shpinë, kash. Drejtët i kishte një lojsion prap, në shtëpi, por jo, në krevat jo. Do me thënë çdo gjë ishte okej, në krevat, stop. Ja. S'kishte, nuk ka kuptim më, s'ka kuptim. Në momenti që e zbulove dhe sa ndonjë të bashkë. 7-8 vjet pra. Do me thënë nga momenti që e zbulove ndonjë dhe 7-8 vjet akoma në një shtëpi. Po. Kështu që ti e le të lirë të bënte çfarë të donte, e more dhimbjen tënde dhe Po. Edhe, po, më fjalë, më ishte këtë sa me vazhdu ma gjatë në ta. ti Forrest veramente një burr vërtet shumë i lartë për mua, edhe për shumë gra këtu. Vërtet, po, Pjetër Pal. Ja do të fus për 2 minuta do të fus Luanesha. Ja sa të mbaroj të lutem me Pjetrin. Po, Pjetër. Po, Gjitha për vete, zoti Pjetër. Tani, në këto momente i ke bërë gratë gjitha për vete. Për këtë histori që tregove dhe kaq mirësi që tregove ndaj nënës të fëmijëve të tu. Edhe vërtet do me thënë është një mesazh shumë i fortë për të gjithë meshkujt shqiptar që duhet të dinë edhe në momente të vështira me gratë e tyre. Mos harro dhe gjë, Po. sepse nuk ishte edhe vetëm tradhtarja ime. Ishte edhe armiku i fëmijëve vet. Ajo. Po. Pse? Ishte armiku i unë fëmijët e mi kam mbaj me vet, i kam mbaj afër gjithmonë. Gjithë jetën. I kam marrë në punë qysh 6 vjeç. Kur me zërt ja, me forcë ja. Po i mesha në punë, jepsha, na merë 2 euro, më lyke të copë në murit, baket punë, baket kekash lek, fëmijët e mi kanë pas portofolin e vetë qysh 6 vjeç. Me dëshirë gjithmonë.
edhe sa herë më shumë punë ajo thotë mos shkoni punë me babin, mos folte fjalë vazhdimisht fjalë kundër ndaj babit. I ushqeu fëmijët me urrëtie. Pa arsye, pa pas ndonjë problem, unë s'kam sish edhe në shtëpi isha me edukat, edhe në punë punosha fjalë s'kishte asnjë lloj ashtu, po ishte tipi vet, ai vetëm i bete dizajn me qeftelis, i bete me itel, një tel kishte me qeftelit, aty teli i bete si në mërë si në dasëm, fjalë, kash ditë dhe kash fliste. Edhe, pra, kam ne shumë, sepse ishte një njëri që është armik i fëmijëve vetë, e fëmijët e vetë, si përfëllim, fëmijët e vetë, të fusi këtë urrëtien vend se më fot lumturi, fëmijëve me nxjerr, me dalë, i thoshëm hajde dalë me xhiro me fëmijët. Jo, s'ka nevojë me dalë thotë. Hajde kisha shumë probleme të tjera se s'po i tham gjitha. Edhe prap munosha me i zbut gjëra në familje, por disa gjëra nuk bën me zot. Po që njëri i vështirë nuk bën disa gjëra me zot. Vetëm gjë që kam bën gabim jetën time është pse nuk ndava herët. Pse s'mundave më shpejt? Për të mirën e fëmijëve, jo për të mirën time. Sepse edhe fëmijët nuk duhen me pa i qeft, njëri më tan tjetrin, duhen pa i qeft dashuruar, të lumtur. I duhen pa prindit të përqafohen me njëri tjetrin, jo të urrehen. Po mbjell edhe fëmijëve. Kush i ka fëmijët tani? Fëmijët njëri më shpejt vete, tjetri bërrin me të amën. Nuk më la mamën vetëm, tha. Po shumë mirë, tha, shka. Njëri rrim shpit vete, tjetër me tamën. Por fëmijët, këtë që është jashtë e jetës e martesës është për të mbjell, për të bën fëmijë shnosh, për të rritë fëmijë të shnosh shpirtërisht edhe psikologjikisht. Edhe nga gjitha ëndë. Edhe fëmijët nuk mund të rriten me prindër që nuk kanë dashuri në mes. Edhe fëmijët do të rriten pa dashuri. Kur ajo iku pasaj para 7 vjetësh, jo, para 7 vjetësh, 3 vjeç. 3 vjetë, i shikoj e fëmijët, kishte marrëdhënie të mira, domethënë çdo gjë okej. Po gjitha okej, gjitha, bërë fëmijët, atë që kishte dhënë fëmijëve si kishte dhënë si prind, pas greka shqiptar këtu. Sepse fëmijët ishin bërë 17 vjeç, u bën ustaj fëmijët e mi. Ishte 17 vjeç, ishte fëmija në shkollë, futsha të montu mobile banjësh në përshpijet e grekut. E me të lekë vetë, pa tjetër. Po ishte të bëha mi fjallë, thuj se ishin përnarë fëmija, në këtë morë 17 vjeç, ishte portofolio vetë vazhdimisht, ishte gjitha, ishte si gjënë fëmija të ne problem me mua, as vëllafe s'kishëm bërë kur me fëmijët, as me uzanë, as me kështu s'kishëm kur. Bravo, Pietro Pal, bravo, një bravo të madhe. E dëgjuat historinë, gratë të dashura, historinë e dëgjuat. Ai vërtet kërkon një zonjë, një bashkëshorte, siç e tha dhe në fillim besnike, i kaloi jetën e tij. Ka shtëpinë e tij, ka punën e vet. Unë e kam njëjtur dhe nga afër në Artin, Pire. Ishte një zotëri shumë alegër, të dhjefsha më fali për shprehjen ndonjëherë disa çuna të ri që rrinë si duduma edhe nuk kërcejnë me të dashurat, ose disa burra që rrinë si duduma në karrige dhe nuk kërcejnë me gratë e tyre. Ky ishte vërtet një valltar, është një mirëditor, një valltar dhe një argëtues në maksimum brenda limiteve. Okej? Ishte për herë të parë që e pash me respektin maksimal. Ishte ku të shkonte më. Kështu që edhe argëtoheni me të në për festa, në për këto buzuqja që ka Greqia. Nëse i intereson ndonjërës, dhe po flas sinqerisht, dhe nëse keni këtu ndonjë nën të ndarë që ka kaluar një jetë të vështirë, i shtyni nënat që të ribashkohen për herë të dytë, dhe pse shumë nëna shqiptare nuk duan të lidhen më për faktin e nderit, për faktin se i vjen turp nga fëmijët. Jo, ato kanë të drejtë
të jetojnë edhe një herë me një bashkëshortë të dytë. Mendimi im gjithmonë, edhe sepse fëmijët do kenë fëmijët e tyre, do kenë moshën e tyre, por edhe pleqëria do atë shoqërinë e vet. Kështu që ky është mendimi im, i shkruani zotërisë në privat, nëse intereson ndonjërs, diku te 50, nga 45 deri në 50 vjeçë. Po. Tash se flasëm pak. E rëndësishme është për mua që të falenderoj ty për gjitha që të ndjek nga shumë kohë. Je femër, kam thënë me kohë, do të them gjithmonë, je femër zonjë. Ke ndihmu, ke bërë gjitha. Sonte nuk më intereson edhe shumë mua gjeni good vërtet. Ma shumë intereson për gjitha çiftet që kanë probleme në familje. Ti hikin zhurmave, ti hikin grindjeve, ti hikin atyre sherreve. Sepse një njëri që bën sherr ja ka bë vetes. Bë punën sikur është duhet bë më mirë, ndarjen që sa është për të nda, ose bashkimin që se të bashku, për ndryshe me zërte, me sherre, me kështu, mos të bëjnë gabim, sepse do ja bëjnë vetes në radhë parë, po do i bëjnë keq edhe familjes, fëmijëve, e të gjitha. Nga sherri nuk ka pas kush mirë kurrë. As mos ta kalojnë kurse se kam ne me gruën sepse kam qenë i paqën, kam qenë shumë i vigilant, kam qenë nuk jam nga ata se unë që të jem sipërmarrës tonë në punë, nuk mund të marri, nuk mund të jetë një njëri kot. Psikologjia më punon mirë, pavarësisht se bëjmë shaka këtu, ndoshta edhe të bëjmë edhe shaka, po psikologjia më punon mirë. Edhe di çfarë them, di se një shoqërinë time këtu. Rreshtoj me grek më të mirë këtu. Edhe femrat greke që më njohin me 25 vite këto, më thënë ta kisha burrin si ti, ja do e lasha kam gjithë për natë. Po mirë, gjitha s'po them, në vërdim gjatë, do të them mesazh gjithë atyre që kanë probleme, t'i lejnë sherrët si burrat si gratë. T'i lejnë sherrët e të vazhdojnë jetën si ti të më mirë për ta. Sherrri është i keq. Dhe kjo është marrë nësi për mua të përcjell një sugjerim për gjithë ata që kanë probleme. Pyetër Pale, edhe pyetja e fundi, do me thënë, Po. gjithmonë brenda nëse ti do të thesh përgjigje. Me këta bëri dëmin ish bashkëshortja, ish zonja jote, ishte shqiptar apo grek? Shqiptar. Shqiptar, dyshime kishte edhe shqiptar e grek, po për shqiptar ishte bash offside. Tani ajo bashkëton me të? Ja. Sa diun ja tash. I kam shput marrë dhe gjitha, nuk s'mi intereson më asnjë gjë tash. Ai më mirë për shef, nuk di çfarë bën, po unë nuk di as ku jeton tash. S'mi intereson më tash. Edhe për mua ta bëj, mos ta bëj, të shkoj me katë doje, është letër e djegur për mua, sepse e kam zhvlerësuar fare nga vetja ime. S'mi intereson fare. Më intereson më ta di se ku e kam, besimin që kam pas ka jo e kuptova, edhe për tjerë pastaj s'mi intereson. Të kuptoj. As nuk ka gjë kohë për ta ndjekë se ku shkëje, me ka shkëje, ku shë. Fare si. Fëmijët nuk i pyet asnjëherë çfarë bën nëna juaj kështu ashtu fare, ke presh çdo gjë. Fëmijët nuk do të më marrë me fëmijët për nanën, sepse kur s'do të më fal keq për nanën, sepse nana nuk ka nanë keq, as nuk ka nanë, si ta themi kur, më fal për shprehjen. Nuk ka nanë keq kur për fëmijët. Edhe unë nuk u kam ndërhy fëmijëve, është kështu, është ashtu, ka bë këta, ka bë ata. Ta kuptoj fëmijët, pak a shumë ja kam thënë larg, edhe drejt aty. Super, shumë mirë. Super. Atëherë do të fuzë një Luaneshën se kishte për të thënë diçka, jemi gjithmonë brenda seriozitetit tani. Herë më fal, po me të vërtet kam dëgjuar me vëmendje gjithë historinë që po tregon. Herë të përgëzoj për disa gjëra, por disa duat me të vërtet edhe për publikun që janë poshtë, se janë dikun te 485 vjet që po të ndjekin, dhe ka shumë femra që shumica besoj janë të ndara, edhe shumë burra
që besoj se shumica o janë të ndarë ose janë beqarë që nuk janë martuar deri sot. Me atë çfarë ke thënë, të them të drejtën, unë shpresoj që t'jenë të vërteta, sepse të them të vërtetën shumë herë ne mundohemi të besojmë tek njerëzit, po nuk na dalin të saktë, ashtu siç vinë e shprehen këtu tek ne. Por unë do të bëj edhe një 2 pyetje, në qoftë se ma lejon edhe Matilda, po pa të rëndu shumë edhe ty. Po sa që ta dinë edhe të tjerë që janë këtu poshtë, sepse unë ndjek me të thënë drejtën edhe mesazhet gati asnjë nuk më kalon pa e lexu. Për të vetëm në arsye se më pëlqen që opinioni i njerëzve, edhe ka shumë që janë nga ana jote me pozitivitet, ka edhe disa që thonë pse e tregon historinë tënde, privatësinë tënde këto, edhe ka prej atyre që nuk besojnë. Okej? Unë du të di vetëm një diçka. Ti e bëre një gabim të vogël, ndoshta e bëre nga që ke dhe emocionet për të treguar diçka tënden private këtu në mes tjerëve nuk është e lehtë. Edhe ta garantoj që është një diçka që e kam përjetuar dhe vetë. Jo duke e treguar vetë, për fatin e keq temën e kam bërë sikur ka qenë film me episodi ose si i thonë këto telenovelë fare. Okej, kështu që po të them me të vërtet, për te shakave, sepse parë po bënim shaka, tani do të flas me seriozitet. Jo, do të pyes 2 gjana, po hiqe mendjen nga unë se unë nuk jam për martes, nuk jam për fejes, nuk jam për hiqe mendjen këtë ta them vërtetën. Ta bëj fare, po thjesht. Po mos ta nisim nga kjo, po me të vërtetë do bëj. Para se t'ja bësh pyetjen, të lutem, është një mesazh që thot, po jo, thot o Pjetër, se nuk ishte e keqe, por ti nuk e vërtetove atë, thot, veç dyshove dhe e ndave i bie. E ka pranuar vet? E pranoj vet? Për e vet, nuk kam çaj bëj tha. Kur thot s'kam çaj bëj, çfarë do më provu tash? Çfarë do tjetër? Atëre mos komentoni njës kur s'keni qenë në një shtëpi dhe s'ja dini mirë historinë, sepse e di ky me gruan e vet, s'ka dashur ta. Dhe se ka provuar vetë, i kam thënë pse, i kam thënë thotë s'kam çaj bëj. Çfarë tjetër pastaj? Okej, vazhdo Luanesha, të lutem. Atëherë, për sa i përket ti sapo the që ajo ka qenë këtë nuk ta lejoj, të lutem, se the ka qenë armiku i fëmijëve të vet dhe këtë nuk ta lejoj. Jo ty, po nuk ka shans që t'ja lejoj një burri që të ekzistojnë mbi këtë tokë duke thënë atë gjë. Se vetëm në qoftë se ajo i braktis fëmit dhe zhduket dhe nuk i rrit. Dhe i lë fëmit sa po i lind dhe i lë në duart e dikujt tjetër. Të lutem, vetëm një sekond. Në qoftë se ajo i ka ushqyer fëmit me mendimin e keq për ty, ose kundra teje, që në fillim unë të bëj një vërejtje që ta bëj ty, po do ja bëj çdo mashkullit që të ekzistojë në këtë botë, sepse nuk ka shans që nëna ose bashkëshortja të rrisi fëmijët duke i bërë kundra prindit. E ai kundra atij burrit, atij babet, dhe ai të mos veproj që në fillim. Okej? Dhe doja të thoja edhe diçka tjetër, lutem. Ka pas zënka ose ju jetën burr grua e keni çu mirë, keni kalu mirë burrë si burrë grua ju, sepse unë nuk e besoj se një person shkon në tradhti duke mos pas asnjë lloj problemi. Të paktën unë flas për femra me norma. Okej, ose për një çift me norma. Të lutem, vetëm këto 2 gjëra sqaroj jo për mua, Unë kisha dëshirë se po të ngjoja me vëmendje dhe të them të drejtën, nga që kemi parë shumë dhe kemi shumë historira. Unë po studioj psikologji edhe e di shumica dhe shumë herë kam njerëz që flasin me të njëjtat gjëra, po ja bëj këto 2 pyetje. Atë që ta thash, si ka mundësi se një baba e shef se nana prindri, nana e ushqen me mendimin e keq për babën, dhe nuk vepron. Këtë dua ta di. Ta kthejmë përgjigjen tash. Po. Ja në radhë parë e jetën tonë shtëpi e din në mënyrë si ti. Në fakt të përgjigjet ato detale shumë, por nuk kam
thjesht më mirë e di unë. Po, bravo, unë po ta them për t'i sqaruar këtë sepse unë e fola timen, e di që askush nuk e di. Fëmijët e mi, i kam marrë në punë që është edhe thash, sot thëmë prapë se bëhet e bezdishme. I kam marrë në punë, kam mësuar zanate, kam pas lek vazhdimisht nga unë. Në lek në portofël vazhdimisht nga unë. Nuk kam bërë fjalë kurrë në fëmijët. Si është e mundur që fëmija të zhduket? A më dhënë, më të thashë përgjigjit të tash? E dy të thamë edhe një gjë, unë të femër e kam shoh edhe ke psikiatra. Psikiatra nuk di sa a kuptoni jo. Në psikolog. Je psikolog, po është më Psikiatër, më të lartë. po. E kam shoh edhe atje. Nuk kam shoh shkoti, po i kam thënë të vizitohemi se nga shamat të bësh shamat pa pasasi ushqye, pa pasasi bazën, është thjesht se s'vesh këtë bluzë tjetër, bësh shamat në punë për punë, për fjalë. Pra, që shkaqe për me fotvidje në shtëpi, unë nuk e shoh se është dashuria e fëmijëve vetë. E një nanë që e largon fëmijën nga puna, e largon nga baba, e largon nga leku, Ka patur probleme të saj ajo, do me thënë, se nuk e ka bërë të dashni. Ka thënë në kohë, e thëmë prapë e ka. Po mirë, o Pjetër, më fal dhe një pyetje tjetër të lutem mos ma mërë për të keq se me ose të tërsi, se me vërtet, po dua që doli kjo histori dhe kisha dash që ta sqarosh edhe ti më tepër. Atëherë se ti kur të thash që bëre një gabim ti the që fëmia i dytë rrin me ta se ka thonë nuk du me lanë nanën vetëm. Po të ishte ajo nana që keqe, fëmia i dytë kur nuk do të rrinte me atë nanë. Të lutem sepse dëgjoj kemi fëmijë edhe ne të tjerë që edhe ne nuk kemi pas fat me martesë dhe me martesën e parë me të ndam edhe ne, kështu që nuk do të thot gjaja punë, si ka mundësi. Kam drejtën Se i thënë shumë thellë, Luanesha. Jo, është vërtet, po vetëm për njerëzit larg për arsye se ndoshta zemra nga Greqia nga ndjet. Edhe ndoshta nuk i pëlqen kjo histori. Zemër dëgjoj, Mati, dëgjosh zemër, po të flet një femër që ka rrit edhe unë i kam rrit 2 fëmijë vetëm, okay? Dhe të lutem sepse nga që ka historira, ka njerëz, ka dikush e ka. Jo, nuk po e teproj. Besoj se... Kuptova, thash, jo të prove. Kuptova, tha. A ta kthej përgjigjen tash? Po. Unë besoj ta thash një herë përgjigjen, po ta kthej prapë. Më fal, ndoshta se kam një gjuhë, më fal. Të kërkoj faljen që se s'kam. Vetë thash se me fëmijët e mi nuk kam bërë lafe kurrë. Fëmijët e mi kanë pas ka djathtë gjithmonë. Fëmijët e mi i kam qenë të preparuar ka si me fëmijët e tjerë, bëhet fjalë greke, jo shqiptar po. Po ka qenë preparuar me fëmijët e tjerë. Ta rrin fëmijët, të largohet fëmia, ta bëj fjalë me ta. Ashtu do të thënë atë. I thot vetë fjalë, i thot vetë të gjëra. E dyta, kjo ajo fëmia ka shkuar me nanën që i vogël, ka shkuar me nanën për një arsye, se shef nanën të pasdojnë. Okej, bravo të qoftë. Ta e shef pra ku deshta medalun që theti, do me dalë më ashtu. Bravo të qoftë. Atëherë të përgëzoj edhe më shumë se ke rrit vetë fëmijët të tillë që ta arrin ta kuptojnë se cili nga prindrit ka aftësinë që të jetë apo mos të jetë në jetë me e përballu jetën. Okej? Të faleminderit edhe për këtë gjë, Mati dëgjoj se nuk janë pyetje të vështira për të, ta garantoj unë, sepse unë po ndjek vetëm një mesazh nga nusja e mirditorit, thot Pjetrin të njoh mirë personalisht dhe thot të vërtetën. Do të thot unë nuk e di, nuk e njefti, nuk e njohim ne, po me këto që po tregon ky njeri. Unë i besoj të vete. Sa nga ju të tjerët i besoni këtu, shkruani, se ka dhe shumë që nuk besoni. Unë me të vërtet e besoj, prandaj kam hyrë këtu edhe hyra me ti po e shef, po flas seriozisht sepse parë ne e bëm pak shaka, edhe ta thashni po bënim shaka sepse me të vërtet Mati kur ka dëshirë që të bëjë një natë që e ban këtë temat për shaka, bëjmë edhe shaka.
këtu je dhe po flet dhe të përgëzoj për atë që thua sepse ka shumë nga njerëzit, ama qa dole të tha të gjithë të vërtetën tuj, ama qa njerëzit kanë hallë o njerëz, nuk janë të gjithë rehat si që jeni ju ose ato që kritikojnë të tjerët. Ju lutem se çdo njeri ka hallë. Të tani unë jeta Gafër ishte një person dipendent, as e çante kokën si çfarë thoshin njerëzit, shumë alegër, shumë argëtues, e kish mendjen të kërcente të argëtoj, e kuptova në Pietrin që ishte një njeri i vuajtur dhe madje ja kam thënë edhe një mirëditores që unë shkoj gjithmonë tek Valentina që vjen dhe ti. Ja kam thënë që kështu ishte një zotëri burr dhe ishte vërtet shumë alegër, po shumë për Zotin. Ndërkohë që burrat e tjerë po qëndronin ulur apo vinte turp, ishte një person shumë i hapur, shumë popullor dhe shumë alegër. Mati, do të them diçka, e di se nuk ka peshë kjo fjala ime se duket sikur po lëvdrej veten. Unë që se kem dalë nga Greqi, kem qenë të gjithë të dobët, pa ekonomi, pa lek, pa po. Edhe gjitha këto i kam rruhe nga zotësia ime. Jo nga budallëku ime. Edhe një pyetje përse po e thojnë shumë, sa kohë ke që je ndar nga ish-bashkëria? 3 vite. Sa? 3 vite. Do me thënë Luanesha 3 vjetë që ajo është larguar në shtëpi vet, por është zbuluar historia para 7 vjetësh dhe këta kanë bashkëtuar për një periudhë akoma, por jo më lidhje në krevat, jo më bashkë. Ti bravo i qoftë, nuk ka burr që ka pak sedër që mund ta toleroj një diçka të tillë. Ashtë bravo i qoftë. Për këtë e përgëzoj. Dikush mund ta marrë si dobësi, këtë gjë që bëna, mund ta marrë si dobësi, sepse një kot mund të thotë, mund të thënë shumë gjëra njerëzit. Por besoj se e kam bëjë gjë, e kam bënë me plot vetdije se çfarë bëj, edhe besoj se është një gjë e duhur. Tjetër ka edhe prej aty në burrave që e din shumë mirë se gruaja shkon me tjetër njeri edhe rrin aty me të, e njani shkon një anë, tjetri shkon në anë tjetër, edhe një ashtu e vazhdojnë jetën e s'çajnë kokën fare, se ata as kanë fytyrë dhe as kanë sedër. Kështu që ty mos ta ndjen se çfarë thonë të tjerët. Për këtë hec përpara ti dhe mos e vrit trurin. Ka dhe prej atyne që e ndajnë gruan, edhe e din që i ka tralltu gruaja, biles me shokun më të mirë që ka pas, edhe kthehen prapë edhe qajnë edhe kthehen prapë te gruaja e tyre. Kështu që ti mos ta ndjejnë fare për atë pjesë. Vazhdo në jetën tënde. Prandaj do të shtej diçka, kam qenë gjithmonë shumë punëtor, e di të gjithë, kush më njeh din. Kam qenë shumë punëtor, kam punuar shumë në jetë. Edhe, por kam qenë edhe i allegro, kam qenë edhe i humorit, nuk kam qenë vetëm për punë si kafsha dhe mos më di tjetër. Tash si ju erdhën punët tonë, isha i Zoti, ta ndroj edhe faqen e jetës, edhe pse në këtë moshë. Ta ndroj, ta kthej tash më shumë nga shefi, kam punuar për jetu, ta ndroj më shumë edhe nga shefi që të kaloj edhe stresin që kam pas, çdo njeri ka stres edhe unë kam pas zogta. Dhe ja dalë kësaj jane që e kam nis, dhe ja dalë prapë kësaj jane. Sepse gjitha rrirën nga shpirti i njeriut, nga veprimet e njeriut. E rëndësishme është për mua që nuk na njeh njeri, unë shkoj përpara familjes gruas për ditë në shtëpi atje, shkoj përpara familjes gruas me kokën lart. Do të doli një të më thotë çka ke bëu më të stene, ose pse ke funduar më të tine. Një nuk më doli vetëm sot. As gruaja nuk doli më thënë një herë më provoj vllajna vetë dhe fjalë më thënë për të më ke bëu këtë padresi. Pra, besoj se këto janë ca argumente që janë fakte që do t'i besosh edhe ti, dhe ke se ti je femër edhe ke të vështirë ti besosh, por janë në fakte, besoj ti pa më dhënë fakte, janë fakte këto. E po të kisha bënë një padresi, do të dish përpara të bazit të dikush rrugën, më thënë pse bëna këtë punë. Pjetër Pal, motrat e tua shkojnë dakord me nusën tënde? Motrat e mia nuk dishin gjë se si e kalon me nusën tënde. Nuk e di. As nuk e dishin përpara. Nuk e dini më përpara se ka. Nuk e hapsha muhabet, nuk hapsha më vetë, nuk hapsha se problemet e familjes nuk dosha me i hap me i bë zhurmë jashtë. Dosha me mbyll jetën me kokën poshtë, po ja themi kështu, me ta, me thjesht si shërbyese, edhe, jo si shërbyese, po si punëtore shtëpie, në rritë të kalamaj, edhe kaq.
edhe aty në erdhe pa pritur. Edhe kur erdhe pa pritur atyre, pastaj mu i dhënon, më shoh thanë, si ka mundësi, pse s'na ke thënë, pse s'na tregove. Edhe gati nuk më besoshin. Tash kanë filluar më mi besojnë gjëra, se në fillim të kuptonin sikur unë shkoj jashtë, shkoj me femër, nuk disha më të mendosh ato nga ana shoh. Edhe sepse nuk e dishin që është nga brenda si janë. Tash kanë filluar të shtrohen në mësejnë se si është puna. Nejse, se vajta edhe e futëm shumë thellë. Pjetër Pali, tani ta kthejmë pak pllakën. Ta. Nga momenti që ka iku grua, që ti s'ke më lidhje me gruan, ke vajtur, ke pi ujë apo s'ke pi ujë në ndonjë vend? Kam pi ujë nga i herë. U të pif të gjerba aty. Nga i herë, ue, Të pif të gjerba. po jam me gjithë gratë. Nuk të tapë ziturit e dreqit, gjoja i të muri u një në depresion, ju mënjen atje kini. Ata njëri më, pse më shkej? Që të bëjnë? Po shkojme një të herë, dhe të këthejmë atë unë rrugash të frëshkejt për të... Tjetër, nga cila zone e Mirditës jetë, lutem. O, zote. Okej. Mario Milano thot, nuk po e përmesesh ato. Dhe i pak mesazhin e Mario të vdiqë. Edhe një pyetje tjetër. Pa. Ke pi ujë me gra të martuara apo me gra beqare? Ja, me gra beqare. A këto e rregullove se po të kishe thënë me gratë martuara të betojmë do të kisha hell poshtë. Ja, kanë thënë edhe gratë martuara, do të martohemi bashkë, e s'ka pranu. A gratë... Po, më kanë thënë. Vitet e me ty... është prish dynjaja o mati. është prish dynjaja për Zotin. S'ka pranu, se për arsye s'ka pranu për vetëm arsye sepse nuk duhet të ndaj njëri, nuk duhet i fos grindje në familje njëri. A beson dashuri tjetër? Po. Është pak e vështirë, po besoj, po është pak e vështirë. Besoj këtë do, sepse vështirë gjesh njëri tamam sigur duhet. Mbi të gjitha, nga që dojsha nga herë dishme në quftit i frimë kosit, po për vete kam qenë shumë i rregull në familje është shumë i rregull. Pjetër Pali, nuk e gjetur ndonjë grua, ndonjë femër që të të haj lekët? Ja. Jo kam gjetën. Ha? Po sigaret. Plot. O dhe jo, o mati, mos dekshtu. Mati, kur des kam qenë zoti, me i fitua të 5 lekë që kam bo. Jam bukur të mbrejt. Pjetër Pali, do me thënë, si e gjete, se ti ketë forta për zot, si e gjete dhe si e zbulove që ajo donë të kanë të lekët? Kollaj, të bo mohabeti, bëj 2-3 provokime, kuptën se komen nga lekët. Dhe më thënë, kishë më nga lekët, se kishë më nga ty. Mirë. Duke i bjenë si e hajduti bjenë si dhe flasi për vjedhje. Edhe që dhe lek dhe flasi për lek. Dhe të flasi për si e bukur. Mirë, e ti, o Pjetër, ti the që gruan që do të marrish, the që do të ambash si zoj kë shtëpia. A e din të që një grua të paktën në muj i dën 2.000 euro? Ja. Si dhe dhe. Jo, 2.000 euro do. 2.000 euro do. Për shaj do? Don me dal, do me u rregullu, don me shku në parukeri, don me shku në tek estetisja, don blej rroba të bukura, don të dali për kafe, don të dali me shkoqe. Jo. Ja, pretja. Maria, po du me shumë. Le të flas Pjetër Pali, ja për e pyetjen lere. Gruaja që do të marr, do i daj përgjithës bashkë me mua. Ai di se do rregulloj, do shkoj në parukeri, do në rrezik të bëhet. Po ajo që do marr, po të rege shpia si... Jo, mos më ne... Të dali për lokale natë, zbahet. Po jo, mos të dali ajo, të dali bashkë me ty, po të pak të zëmje... Ore, atë po të te, gruaja që të marrish... Po. Të me dishka se nuk i kam sekret. Më falë, jo, e di si, unë ta them me seriozitetin më të madhe, se nuk e kam për shaka. Unë për shamull, unë punoj.
Po. Okej? Edhe kam rrogën time, marr gati te 2000 euro në muj. Okej? Unë po më thë e zam, t'jem unë, të më thot një burr, hajde se të mbaj jonë edhe s'ke nevojë me punu, i tham okej, 2000 euro kam marrë në muj atje, 2000 euro i du nga ti, sepse unë ato gjanat e mia du me shku në parukeri, du me shku me rregullu thojt, du me shku me rregullu qerpik, du me shku me ble rroba, du me shku ku dion me shoqërinë, me shoqet. Të dalëm për kafe. Exageron tani. Po bëj shakare ti tani, edhe ti. Ja, pa të parukeritë ato thënë të shkojnë 2000 euro. Unë e nxirr. Ja, çfarë? Qëndro pra në ti më shaka. Po exageron o Luanesha tani ti, sepse 2000 euro, dhe ishte tani unë do vete me Pjetër Palin, duhet të kërkoj unë 2000 euro Pjetër Palin? Ore. Me sa duket Luanesha do tash në për shumë muaj që të bjerë se ne gabiçare këtu muaj. Kuptohet ti Pjetër Pali çfarë? Po, Luanesh. Ardhna. Ai çefi të lekut ditë ta mbroj, Luanesh. Normal. Se du, se marrë me loto. Pra, jo se jam cigun, po ajo do ketë gjitha dhe Por zotin o Asteri, unë s'kam njëri që të mi haj lekët e mia, i ha vetë. 2000 euro që i marrë për vete i shpenzoj, po, normal. Ja, shumë. E milioner se ngjerë shpi. O ta bat hadreshi ty, o logu nana. Pjetër Pal. Në këto të dashura që ke vajtur, do me thënë që ke vajtur të pirë ujë her pas here, ka që ndonjëra që të ka rrëmbyer vërtet, por prap u zgjinjeve? Jo her pas herë, kam shku disa herë. Jo se kam shku shpesh. Por kam shku. Po. Kanë pas ato kanë dasht, por janë thash, është vështirë me gjetë njëri si... Ngrije pak telefonin, sepse të duket vetëm syt. Po, falë. Duket se ato që kam shku për shembull, kanë pas ka pas edhe nga të që sinqerta që du si njëri si tip, po ka pas moshën e madhe, ose nuk ka pas dashje tjera që nuk shkoshim, nuk na shtyni. Kurse ato që duken për lek, duken se nuk jam ma shumë, i kuptoj njerëzit shpejt se mes njerëzve. Do me thënë ti ke pat moshën e madhe, çfarë do të thotë që ato ishin të vogla? Jo, ato të mëdha më i vogël. Ato ishin më të mëdha nga ty? Po. Ti më i vogël. Shkon. Vjekesh për ta, i kam shpirt se janë shumë mira, por nuk shkon e disa nuk na shkon mosha, nuk së të bëj diçka për hatrin e tjetrës. Unë humë i herë për hatrit e dikujt. Së të humë prapë, dhe të herë dali gabum unë. Po këto kanë qenë greke të shumtat apo shqiptare? Edhe greke e shqiptare. Të trazuare? Po. Në që ke palace, ku pas ke qenë? Pse palace? Po palacere? Jo, ke gabim. E diti se po themi tresh, dashnore nuk kam pas kur. Që sa ke qenë me gruan kur? Kur? Betohu. Kur, betohem. Është natë Kadriut sonde. Për si të bëhet për natën e Kadriut e për natën e Krishtit, ja, s'ka pas kur. Asni? Dashur. Ja, asni. Kam shkue se dhe të herë si i kishëm shpi gruan, e kishëm thjesht formale, se për të thamë një herë për krevat u shu në gjitha. Kam shku ndë një herë, se njerëz jemi, por jemi me dashurë të rregullt. Edhe një, ke shkuar ndonjë një herë, kur ke qenë i martuar, por jo të kishe një dashurë të rregullt. Në atë kohë, pas kohët e fundit që thamë që u shput krevati. Që zbulove, po? Po. U shput krevati, atëherë kam shku në një herë, rrallë, por kam pas edhe kërkesa, më kanë thënë, hajde dalim për kafe, hajde dalim për shefe, hajde dalim disko, hajde dalim ti, greke bile, edhe i kam thënë, ja, jam me familje, nuk du me prish familje. E s'kam pranu. E i kam pranu mu prish me ta, jam shput me ta, e thjesht sepse s'desha me prish familje. Edhe pse ndoshta marrëdhënie seksuale s'kisha në shtëpi. Të kuptoj. Pjetër Pali, po pyetja ime ishte kjo, do me thënë nëse ti, në këto basi e ke shkëputur me gruan,
ka qenë ndonjëra që vërtet të ka rrëmbyer ta prap sërish, por je ndalur. Nuk ka rëmbi, më thjesht më kanë shpreh oferta. Nga thënë ma thënë si ofertë. Do të jetoj bashkë e kështu, dhe më thanë ja... Ore, se më grive, ti. Ka qenë ndonjëra në këto që të ka çmendur fare dhe pos të ka dashur ajo? E ka pëlqyer, nuk ka dash, por njëri që nuk më dënë, që ta duhet e thonë. Unë duhet njëri që më dënë, nuk duhet njëri që nuk më dënë. Shkuptim ka të duhet njëri që nuk më dënë. Shkuptim ka. Për shkak ti vajte me njërën, edhe ajo për momentin me ty erdhi, po më vonë pastaj tire brenda ajo tërhoq, sepse ti nuk i pëlqeve në shumë gjëra për shembull. Tëra është brenda unë. Po të rënd ta bajare brenda ti se aq më të kine, ju bini brenda me gjithë çizme. Ja, bie ti se unë ja. Nuk bie brenda ti? Po se bie brenda më, unë gjëja i bëj me vetdije, nuk i para mendoj, nuk i bëj pa dashje. Mua nuk më shën njëri brenda, unë shej me i para mendoj, gjëja që bëj në jetë, e para mendoj, e përshej mirë fjalën ose veprën që bëj. A ja vlen si ja vlen, para se tash, nuk mos më dë njëri, vetëm koka ime. Nuk më dë të organet tjera. Do me thënë ti, nëse njihesh me një vajzë që vërtet fizikisht dhe psikologjisht të tërheq, dhe dil një muaj 2, ti nuk bie brenda nëse ajo në këtë një muaj 2 të tregon shumë dashuri, po pastaj ajo thot Pjetër Pale deri ku ishte. Shumë mirë. Ti jemi mirë, shok prap, shputër, pse, çfarë të thotë, pse asë nuk bie brenda sa jo. Unë njoftëm, do them edhe tjetër. Para një viti, unë